Hoteli i intrigave me 6 yje. Kosova me flamurin e saj me 6 yje, ndonjëherë ngjan një hoteli me 6 yje ku zhvillohen jo vetëm intrigat pafundme politike. Mundësia për të shpërndar kuvendin e Republikës së Kosovës ekziston sipas ligjit vetëm nëse dështon zgjedhja e presidentit në raundin e tretë. Por me që opozita e bojkotoi seancën, nuk u zhvillua asnjë votim. Pa deputet në sallë, faktikisht nuk pati as raund të parë. Ajo as nuk propozoi asnjë kandidat. Edhe ky është refuzim, bojkotim. Pra nuk u krijua parakushti kushtetues për shpërndarjen e kuvendit që e bëri Vjosa Osmani. Nga një juriste nuk pritej një hap i tillë i nxituar. Në pyetje është shteti, jo hakmarrjet personale. Ju nuk më votoni, unë ua shpërndaj kuvendin. Kjo sjellje tregon se Kushtetuta e Republikës së Kosovës nga njëherë ngjan teorisë së relativitetit, me të kanë vështirësi jo vetëm qytetarët e zakonshëm, por edhe juristët, madje edhe presidentja dhe këshilltarët e saj. Opozita pati një mundësi për ta përmirësuar imazhin e vet, por nuk e shfrytëzoi. Po aq pak bindse janë edhe amendamentet e propozuara nga presidentja në ditën e fundit, sepse kishte 5 vite kohë për t'i sjellë ato. Dhe të shpresohet se në këtë gjendje, lista serbe do ta mundësonte ndryshimin e kushtetutës për ta favorizuar Vjosa Osmanin, nuk është as pak realiste, as serioze. Ata nuk e duan një presidente që ka raporte të mira me Donald Trumpin, nuk e do as opozita. Kur ti duhej së paku në debat publik ta propozonte, veta refuzonin ata. Kaq për sot.